Linja e parë e projektit Tren Qytetas planifikoi të fillojë me qarkullim në maj ose qershor të vitit të ardhshëm. Në terren tashmë janë punëtorët e ndërtimit dhe po punohet për ndërtimin e infrastrukturës ekzistuese hekurudhore, dhe kjo në segmentin e parë që shkon nga Zelenikova përmes Draçevës, Lisiqës, Kisillavodës dhe deri në stacionin hekurudhor. Përmes këtij segmenti nga Zelenikova deri në Shkup në gjatësi prej 24 kilometra do të arrihet për 25 minuta, ndërsa nga Draçeva vetëm për 11 minuta. Kryeministri Hrisjan Mickovski tha se ky projekt do të ndikojë në uljen e ndotjes së ajrit. Мислам дека ќе имаат позитивно, не мислам него сигурен сум позитивно влијание врз животната средина, ќе го намалат загадувањето во текот на целата година, бидејќи автомобилите се возат во текот на целата година и во текот на целата година тие емитуваат честички кои што влијат негативно врз квалитетот на воздухот. Sipas ministrit të transportit Aleksandar Nikollovski, pas përfundimit të fazës së parë vitin e ardhshëm, do të fillojë realizimi edhe i dy të tjerave. Këto janë segmente nga Volkova përmes Gjoxhe Petrovit në Shkup Veri deri te stacioni hekurudhor dhe tjetra nga Miladinovci përmes Ilindenit deri tek stacioni hekurudhor. Идејата, визијата за градски воз која што пополека станува реалност. Имаме 3 траси, првата која што оди од Зелениково преку Драчево, Јане Сандански, помеѓу Киселavoda и аеродром и нова железничка веќе се работи, а во година ќе се работат и другите две. Kryetari i Shkupit Orce Gjeorgjevski tha se do të bëhet edhe sinkronizimi me autobuset urban, të cilët do të pranonin pasagerët nga treni urban për të mos pasur pritje. Во моментот кога ќе има потреба и ќе има воз на железничката постројка, тогаш ќе бидат адаптирани и автобусите од јавното сообраќајно предпријатие да бидат достапни. На тој начин ќе понудиме реална и брза алтернатива за транспорт за нашите сограѓани. Drejtori i ndërmarrjes publike e Hekurudhat Sinisha Ivanovski theksoi se faza e parë nga Zelenikova deri në qendër do të kushtoj 5.7 milion euro, ndërsa pjesa për transportin e ngarkesave nga Draçeva deri në Ilinden do të arrijë rreth 3 milion euro. Ai thotë se këto dy segmente do të jenë të gatshme për 6 muaj. Првата фаза на градскиот воз кој што во моментов се почна да се работи од Зеленикова до централна станица Скопје, одолжена од 24,5 км, ќе биде готова за најмногу 6 месеци од денеска. Втората делница од Драчево до Илинден, која што исклучува за товарниот сообраќај, одолжена од околу 7,7 км, ќе биде готова, препоставуваме некаде до нова година, поради тоа што е пократка. Treni Qytetas ka për qëllim të lehtësojë trafikun dhe transportin e pasagerëve dhe me 3 segmentet që do të lidh Shkupin nga njëra anë në tjetrën.